Allahu e din pse këta i ka udhëzu, e pse këta nuk e në udhëzu, e din Allahu mas miri. Nuk është kjo realisht dosje që ti duhet me pas qasjen të, kaq. E kuptove? Janë do dosje që si qasjen të optë. Për shembull të ndërlozër, a ki mundësi të mi kërku do dosje në shtetë që po vinë për filonin që keni zbuluja? Pse mos me ditën, a mush me lip? I bësë të mush me lip, po pastaj kjo mush unë në akuzë, në dyshim, pse po lipti me të kushtu shtrajt, pse po lipti me di për filonin, apo? Që kush jeti? Që ka në dunjo, ka dosja që kur një tonë s'kimi marrë vesh, as s'kimi dit, ajo në gjare që ka ndonë në kohën tonë, sa ti ke qenë gjallë. Mirë, dosën e udhëzimit, dosja më e ndishme, më e rëndësishme, pse ata Allah si ka udhëzu? Re vlla, këshirë udhëzimin tënë ti këshirë te aje udhëzu, ti sa ke manë nga udhëzimit, ti sa e ndryshu, këshirë ti punë të tua, në më ishtë dikën me udhëzu, në kuptim të orientimit, mësimit që të bënë. Ama realisht, pse është udhëzu filoni, pse filoni jo, Allahu edhin mas mirë,